O robi i Allahut, mos u nxito ta zbulosh gabimin e një robi, sepse ai mund të jetë falur për të, dhe mos e konsidero veten të sigurt nga mëkatet e tua të vogla, pasi mund të ndëshkohesh për to. Në këtë thënie të thellë të Imam Aliut, ai na këshillon të shmangim të nxituarën në zbulimin e gabimeve të tjerëve dhe të mos e konsiderojmë veten të sigurt nga pasojat e mëkateve tona të vogla. Le të zbërthejmë kuptimin e thellë të kësaj thënie dhe të shohim rëndësinë e saj në dritën e Kuranit. Pjesa e parë e thënies thotë: robi i Allahut, mos u nxito në zbulimin e gabimit të një robi, sepse mund të jetë falur për të. Këtu, Imam Aliu na këshillon të jemi të kujdesshëm dhe të shmangim të nxituarën në zbulimin e gabimeve të tjerëve. Është e rëndësishme të kuptojmë se zbulimi i gabimeve të dikujt mund të ketë pasoja serioze si për individin, ashtu edhe për komunitetin. Allahu thekson rëndësinë e ruajtjes së dinjitetit dhe nderit të tjerëve në Kur'an, duke thënë në suren Huxhurat, ajeti 11: O ju që keni besuar, le të mos tallen një popull me një tjetër, ndoshta ata janë më të mirë se ata, dhe le të mos tallen gratë me gratë e tjera, ndoshta ato janë më të mira se ato. Imam Aliu vazhdon, sepse mund të jetë falur për të. Kjo thekson mundësinë që personi për të cilin jemi të nxituar të zbulojmë gabimin, mund të ketë kërkuar falje nga Allahu dhe mund të jetë falur. Allahu është mëshiruesi dhe falësi, dhe nuk na takon neve të gjykojmë gjendjen e zemrës së dikujt ose lidhjen e tij me Allahun. Në surën Nur, ajeti 22, Allahu thotë: le të mos betohen ata që kanë virtyt ndër ju dhe pasuri që të mos ndihmojnë të afërmit e tyre, të varfrit dhe emigrantët për shkak të Allahut, dhe le të falin dhe të kalojnë mbi të keqen. A nuk dëshiron që Allahu t'ju falë? Allahu është falës dhe mëshirues. Pjesa e dytë e thënies thotë: dhe mos e konsidero veten të sigurt nga mëkatet e tua të vogla, pasi mund të ndëshkohesh për to. Këtu, Imam Aliu na këshillon të jemi të vetëdijshëm për veprimet tona dhe të mos nënvlerësojmë pasojat e mëkateve të vogla. Është një kujtesë se asnjë mëkat, sado i vogël të duket, nuk duhet marrë lehtë. Allahu na paralajmëron në suren Isra në ajetin 81: dhe thuaj, e vërteta ka ardhur dhe e pavërteta ka ikur, me të vërtetë e pavërteta natyrshëm është e destinuar të ikë. Imam Aliu shton, pasi mund të ndëshkohesh për to. Kjo shërben si një kujtesë se edhe mëkatet tona të vogla mund të kenë pasoja dhe mund të çojnë në ndëshkim. Allahu paralajmëron në suren Maide, ajeti 38: dhe sa u përket burrit që vjedh dhe gruas që vjedh, prishni duart e tyre si dënim për atë që kanë fituar, si një mësim dhe ndëshkim nga Allahu. Allahu është i lartësuar në fuqi dhe i urtë. Në përfundim, kjo thënie e Imam Aliut na përkujton si musliman të jemi të kujdesshëm në zbulimin e gabimeve të tjerëve dhe të jemi të vetëdijshëm për veprimet tona. Ajo na mëson rëndësinë e ruajtjes së dinjitetit dhe nderit të tjerëve, si dhe nevojën për të kërkuar vazhdimisht falje nga Allahu për mëkatet tona, sado të vogla të jenë. Allahu le të na japë urtësinë dhe kuptimin për të zbatuar mësimet e kësaj thënie në jetën tonë.